Ishim në një tavolin të përbashkët, ku edhe unë i luta atëherë kryeministrit, i thash që tash e kemi një moment të artë për me bashkëpunu, se kemi edhe një arsye të artë për me bashkëpunu. I kemi lojrat mezetare, vitin 2030 dhe duhet me zhvillu kryeqytetin, duhet me zhvillu Prishtinën. Përgjigja? Përgjigja është po hajde me neve edhe s'ka probleme. Unë i thash, më falë, tash po me neve jam, unë po flas me kryeministrin, nuk flas me kryetar të asnjë partie, jam interesum. Edhe ishte aty, si me të besu ty, nëse ti si je mrena në parti, do më thonë, po i besoj edhe bash hajrullat, se ajo është mrena në parti. Do më thonë, këtu e pash që kjo është një mendësi shumë e mbrapsht që kryeministri nuk e sheh Kosovë ku s'ka vetëvendosje, apo nuk e sheh Shqipëria, Shqiptaria, çka do, përkundër faktit që sillet si kombëtar i madh, si domethënë që ja don të mirën kombit, ai nuk e njeh asnjë pllom tokë ku nuk e ka të shtrime vetëvendosjen e cila punon për te.